në rrjetën e kujtimeve të profesor Ferit Bales në Kënga dhe këngëtarët shkodran. Duke lexuar një ditar të një mikut tim, mos zhuan edhe mua kujtimet e rinisë time e të ditëve plot punë të vrullueshme artistike në qytetin e Shkodrës në vitet 60 deri në vitet 1970. Në klubin e rinisë Herojtë e Vigut, që u krijua në qytetin tonë në vitin 1949, aty ku unë punova për shumë vite, u aktivizua një plejade pafund talentesh, këngëtar, aktor, valltar dhe instrumentist. Artistë këto shumë më vonë u bën edhe realizues e drejtues të shumë veprimtarive të rëndësishme artistike e kulturore në ndërmarrje shoqëri kulturore, në qytet, në fshatet deri në teatrin profesionist Migjeni. Emra të tillë, si ai kompozitorit, poetit e krijuesit të shumë këngëve dhe skesheve Zefleka, që mblodhi rreth vetes të rinjt më të talentuar të viteve 50, do të mbesin të paharruar për shpirtin artistik, shije të kultivuara, aftësitë komunikuese dhe kujdesin prindëror për të rinjt e talentuar. Nuk duhet harruar as drejtori i parë i klubit të rinisë së Italia, njeri përësore organizator i aftë që la gjurmë në këtë institucion kulturor. Kur u emërova shef muzike pranë këtij klubi rinor, në fillim pasi mbarova shkollën artistike të Tiranës në vitin 1957 dhe pasi mbarova shërbimin ushtarak në ansamblin e ushtrisë dhe studimet e larta në konservatorin shtetëror nga viti 1971, nga teatri i operës dhe baletit pas 6 muajsh, gjeta aty një plejadë artistësh të rinj, të cilët Zefleka mi paraqiti si talente që tash mbrapa do të kisha në patronazh. Me këtë rast ai jo vetëm nuk shfashi ndonjë xhelozi, por më mbështeti sinqerisht e pa rezerva. Vit pas viti, puna në atë institucion u bë shumë e dendur dhe në shumë drejtime spikate për arritjet artistike. Nga ky klub u formuan dhe nisën rrugtimin e suksesshëm artistik talente të tillë si Osman Mula, Zevdeda, Ndrek Lëkunda, Nezmi Lishi, Xhavitu Ikani, Shpresa Ranci e shumë të tjerë, që më pas do të shfaqeshin fuqishëm si personalitetet të artit e kulturës mbar shqiptare. Aty shpalosën në mënyrë spektakolare talentet e tyre artistike, Gjosho Vasia, Gzim Kruja, Mërgim Muhja, Kol Saraçi, Muharrem Nuria, Fatmira Puka e të tjerë, duke fituar admirimin e një spektatori gjithnjë më të gjerë. Në atë kohë, punën e këtij institucioni e drejtonin vetëm 3 veta. Drejtori Leonard Bushati, unë si drejtues i sektorit të muzikës dhe në periudha të ndryshme, regjisorët Ymer Bercana dhe Indieri Hilmi Tukaj. Dy të fundit, her pas here krijonin edhe skeqe të ndryshme me tematika humoristike për numrat e estradës sonë. Por paradoksi i vërtet i këtij klubi, që ishte institucioni i vetëm në Republikë i këtij lloji, ishte se ne vareshim nga qendra e organeve rinore të kohës dhe puna artistike e organizuar nga ky klub ishte vetëm mbi baza vullnetare dhe ne nuk kishim të drejtën e honorareve që jepnin Teatri Migjeni dhe Shtëpia e Kulturës Shkodër. Edhe atë pak bazë materiale artistike që siguronte klubi nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës, njose 2 fizarmonika në 3 vite, njose 2 kitara akustike, ndonjë komplet perkusioni, ndonjë saks, trombë e tjerë. Furnizohej me rreth 6 seri tele shkitare dhe me 12 kallama, klarineta ose saksofoni, të cilat kur konsumoheshin këto tele dhe kallama, instrumentistët tanë si Kel Kaftalli në kitara apo Bardhyl Dani në saksofon e fizarmonik, i sejonin vet ato. Sa paradoksale ajo kohë me këtë të sotmen. Në të gjitha këto shfaqje nuk mungoi asnjëherë dora e mjeshtrit, skenografit të talentuar Pierin Bedeni, i cili me mjete shumë të thjeshta realizonte skena shumë të gjetura artistikisht. Në klub organizoheshin mbrëmje artistike, kulturore, shkencore, me profesor të Universitetit të Shkodrës, me artistë të skenës, shkrimtar, novator, bëhej gjithashtu edhe propagandë, higjienu sanitare e tjerë. Gjithë këto takime shoqëroheshin me mbrëmje vallëzimi ku orkestrina përbërej gjitha nga instrumentistët amator të klubit, sa kaq kryente edhe një si provë deri në daljen për shfaqje skenike të rallës. Aktivitetet kryheshin mbi baza vullnetare nga amatorët, më së shumti punëtor, nxënës e student. Dua të kujtoj këtu disa prej aktiviteteve më të bujshme që zhvilluam në këtë kohë. Veprimtarin konkursi muzikor dhe koncerti në madh në kuadër të Kongresit të Rinisë të viteve 70. Në koncertin e madh morën pjesë mbi 250 amator shkodran, me përbërje nga qendrat e punës, nxënës e student, orkestra simfonike e qytetit, valltar, korist, komplekse, solist, instrumentist, aktor, humorist e recitues, që një shfaqje e vërtet gala. Përsëri në këto vite,
Në organizimin dhe drejtimin e gjithanshëm të klubit ton, Estrada e Hidrocentralit të Vau të Dejes u nderua nga Juria Kombëtare e Festivalit të Estradave Profesioniste me flamurin e festivalit, që ky një sukses i madh dhe ngjarje pa harruar. Edhe konkursi muzikor ishte një iniciativë imja dhe sipërmarrje e rëndësishme e këtij klubi. Ishte një lloj varieteje me këngë të lehta ose popullore, e kombinuar me numra humoristik dhe me një konkurs dëgjimesh muzikore mes 3 konkurruesve, kryesisht në zhanrin e muzikës klasike, shfaqje kjo që i mundson të publikut një informacion kulturor të padëgjuar më parë. Interesimi i aq i madh në shfaqje vinin kaq shumë spektatorë saqë salla e klubit nuk i zinte dot. Prandaj, u patëm detyruar që të zhvendoseshim fillimisht në Kino Puntori dhe me qenë se edhe aty dyndja që është shumë e madhe, u detyruam të transferoheshim në mjedisin e Pallatit Sportit. Shfaqjet me raste bëheshin edhe 3 të tilla në ditë. Jepeshin kundrejt biletave dhe ku kërkesat ishin të papërballueshme, provat e mëngjesit ktheheshin në shfaqje të improvizuara edhe ato me bileta. Interesim kaq i madh lindte edhe për faktin se në spektaklet tona ftonim artistë, gjithmonë ato më të përmendurit në muzikë, sport dhe humor, këngëtarë, instrumentistë, bile dhe akrobate e zhongler nga e gjithë Shqipëria. Përfitonim edhe nga një rrethan tjetër me qenë se konkurset tona zhvilloheshin shpesh pas festivalit kombëtar të këngës në radio televizion, tek ne vinin të ftuar këngëtarët dhe këngët më të pëlqyera të festivaleve të fundit. Një koncert që pati shumë sukses, i cili u la në Pallatin e Sportit në Shkodër, një foto e publikuar në librin e profesor Ferit Bales në Këngët e këngëtarëve shkodran, ku janë të gjithë pjesëmarrësit, solist, aktor, orkestrant, piktor, regjisor, drejtues të shfaqjes dhe punëtor të skenës. Në mes të tyre edhe Ydhi Bana i vogël me Nezmi Lishin pranë dhe pasti regjisori Hilmi Tukaj. Ndër ato ishin drejtor Leonard Bushati, udhëheqës artistik dhe drejtues orkestre Ferit Bala, regjisor dhe libretist Hilmi Tukaj, piktor Nigj Bedeni, solist Ima Qazimi, Bashkim Alibali, Justina Eliaj, Nevruz Yzeiri, Iqbal Spahia e tjerë. Orkestrantët Nezmi Lishi, Çesk Qefa, Gani Tahiri, Bardyl Dani, Ferdinand Shtaku, Drek Jaku, Halit Shpuza, Carlo Radoja, Esat Lishi, Fatbard Luga e tjerë. Aktorët Gzim Kruja, Gjosho Vasia, Zevdeda, Kol Saraçi, Lahmema, Mark Lëkunda e tjerë. Në këto konkurime doli për herë të parë në interpretim solo saksofonistja e parë shqiptare që vinte nga ndërmarrja artistike e Tiranës, e cila pati sukses të madh. Mori pjesë kitaristi i mrekullueshëm Erbasanas Alfons Balliçi, solisti virtuoz në dajre Xhevat Lishi, trombistja nga Durrësi, këngëtari i shuar Tonin Tërshana që me zërin e mrekullueshëm u bën një burim i pashtershëm emocionesh. Justina Elia me interpretimin e sinqertë e karakteristik, Sherif Merdani me vokalin e tij të pastër prej tenori, Ima Qazimi që me këngën kushtuar nënës emocionoi me interpretimin plot sinqeritet dhe mshuri e tjerë, që të gjithë këto artistë spikatur mes emocionesh dritëruese ngrini në këmbë spektatorin që mbushte plot të përplot sallën e madhe të Pallatit të Sportit në Shkodër. Ferit Bala, Shkodër më 27 korrik 2012. Në rrjetën e kujtimit